Zotë Kabashi, ju por se jeni kthyer nga Londra, apo jo? Jeni në një moment tjetër pikant karrierës tuaj. Ç'mund të na thoni? E pas kam shumë të vështirë për të kaluar nga kjo gjendje në këtë gjendje në Londrës. Është vërtet, kam qenë në Londër, kam qenë në Sokratin, mbasi kisha qenë dhe kam bërë një. Sokratit është një rol i papërsëritshëm interpretuar nga ju për hir të vërtetës. Edhe një përgjegjësi zakonisht e madhe sepse kam patur fatin që të pasqyroj artin skenik shqiptar dhe natyrisht nëpërmjet Sokratit, nëpërmjet një babai që ka udhër themelët, që ka hedhur themelët e demokracisë që në shekullin e 4 para erës së re. Në disa nga skenat kryesore dhe për herë të parë, në Kairo, në Kiev, në Paris, në Vjenë, në Toronto të Kanadas, në Gjenevë, në sallën plenare të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në Athinë, edhe pse atje ishe luajtur, ata e mirëpritën dhe më kanë ftuar me shpenzimet e tyre, kryetari i bashkisë Kaklamanis në atë kohë, që të shkoj dhe për një herë të dytë, sepse e pranuan dhe si Sokrati vinte nga Shqipëria, po e pranuan si Ballkanës. Në Beograd, për herë të parë në historinë e këtyre dy popujve, natyrisht një kënaqësi e jashtëzakonshme kam patur. Dhe quajtje edhe në Prishtinë, domethënë kam qenë, me një fjalë kam bërë. Po çdo shfaqje është një përgjegjësi në mënyrë të veçantë kur shkon jashtë shtetit. Dhe të shkosh në Londër, në një metropol të teatrit aq më tepër, në vendin e Shakespeare-it, domethënë, ishte një përgjegjësi e jashtëzakonshme, sepse shfaqja, duhet të sqaroj edhe një gjë tjetër, nuk është dhënë për spektator shqiptar. Natyrisht ka pasur edhe shqiptar. Ka qenë për trupin diplomatik që është akredituar, për miqtë e Shqipërisë, që vinin nga disa vende të ndryshme që netën edhe pan shfaqjen. Organizatori kryesor ka qenë ambasada, por një predispozite të jashtëzakonshme që ka ambasadori i kësaj ambasade në atje, zoti Madh Berisha, një intelektual i vërtet, i cili edhe në këtë periudhë 2 mujore kohë ka organizuar një spektakël me Sajmir Pirgun, këtë me Sokratin dhe mas 2-3 javë do të jetë me të mallën Inva Mula për të pasqyruar dhe për të promovuar vlerat e artit shqiptar dhe më duket se është një gjë shumë e zgjuar. Dhe kjo gjë duhet të bërë shumë e rëndësishme, më besoni. Që të organizosh vetëm duhet kesh parasysh që është një investim i jashtëzakonshëm, shqetësimet e jashtëzakonshme për të gjetur ato parat të cilat mbledhen me bazën e donacioneve të artëdashëve shqiptar. Të them të drejtën, jam jashtëzakonisht i kënaqur që ja dolëm, emrat e veçantë nuk mbahen mend, aq më tepër një emër i vështirë si i Mirush, as emri Alfred Boaloti, kolegu im i nderuar që më shoqëron, por mbahet mend që teatri shqiptar dhe u vlerësua, siç është vlerësuar edhe në vendet e tjera që ju thash, maksimalisht deri me fjalë që nga ndonjëherë të bëjnë të skuqesh. Më erdhi jashtëzakonisht mirë që pat edhe një kronikë televizive, sepse është ndryshe kur e thua vetë, ose nuk e thua dot vetë, por kur thotë nga një sy tretje ka parë që shfaqja që një sukses edhe për këtë natyrisht jam i kënaqur.